Faqja na ishte dikur, sjell, dasma që u kthye në mort dhe kënga në vaj, nga Ethem Ruka. Nëse malet do të kishin gojë, do të rrëfenin histori që mendja jon nuk ka guxim t'i përfytyroj, por malet flasin vetëm me heshtje, me një heshtje të rëndë që vjen qysh prej miliona vitesh. Ndëbora, akulli, mjegulla dhe ret që pushtojnë kreshtat e tyre nuk mbulojnë vetëm gurët, por edhe gjurmët e së shkuarës. Aty, mes shprepave, qafave dhe honeve të thikta, ngjarjet ngurtësohen e mbyllen brenda një arkivi që nuk hapet kurrë. Ajo që mbetet nga një gojdhën shndërrohet në legjendë, dhe legjenda e përcjell brez pas brezi. Lëmohet aq shumë sa ruan mesazhin, por humbet detajet. Rreth një shekull më parë, në zemër të malësisë shqiptare ndodhi një ngjarje pa dëgjuar më parë, një ngjarje që trondit të vdekur e të gjallë. Kjo ngjarje, që ende jeton mes së vërtetës së jetuar dhe legjendës, ndodhi diku në malësitë tona me jetën e Marës, një vajze që ende nuk i kishte mbushur të 18 vitet. Në ato mote, kanuni nuk ishte thjesht ligj, por frymë që sundonte mendjen dhe rregullonte marrëdhëniet mes njerëzve. Ishte koha kur nderi vlinte më shumë se jeta, kur besa mbahej edhe përballë vdekjes, dhe kur fjala e dhënë ishte betim i shenjtë. Ishte një botë e ashpër dhe e drejtë njëkohësisht, ku njeriu jetonte i bindur ndaj zakonit, por i drejtë në shpirt, duke ecur me dinjitet në një udhë që nuk zgjidhej, por pranohej. Mara, me bukurinë e një shtojzovalle, u rrit në një kull tipike malësie, aty ku jeta të mësonte të duroje para se të ëndrroje. Ajo fliste pak dhe dëgjonte shumë, sepse çikat e malësisë rriteshin me bindjen se fjala matet, dhimbja durohet në heshtje dhe fuqia e vërtet shfaqet pa zë. Mara kurrë nuk kishte pasur rast të largohej nga fshati i saj lindjes. Ajo nuk njihte botë tjetër përveç oborrit, kishës, bjeshkës dhe shtegut që zbriste drejt përrojit, ku shkonte për të larë rrobat e marruj. Në ato mote, fejesa nuk ishte çështje zemre, por një lidhje e rëndë gjaku mes dy familjeve. Fati një çike vendosej nga të tjerët, pa i kërkuar mendim dhe as miratim. Fjala e dhënë mes dy familjeve vlinte më shumë se çdo gjuhë e shpirtit. Prishje e një fejese barazohej me shkeljen e besës dhe linte njollë të pashlyeshme mbi nderin e shtëpisë, një njollë që trashëgohej si plag. Kanuni nuk njihte kthim pas. Nusja, që në çastin e fjalës dhënë, i përkiste mikut. Edhe kur zemra nuk pranonte, zakoni urdhëronte durim, heshtje dhe nënshtrim. Kështu fjala e dhënë kthehej në ligj, dhe ligji nuk njihte mëshirë. Marën e kishin fejuar në një katund të largët, përtej maleve që ajo nuk i kishte shkelur kurrë. Për të mbërritur deri atje, duhej të kalojë shtigje të thepisura, qafa malesh e lugina të ngushtë përrenjsh të rrëmbyeshëm. Imagjinata e brisht e Marës nuk arrinte të përfytyronte as katundin ku do të shkonte, as kullën ku do të mbyllej jeta e saj e re, as fytyrën e djalit me të cilin do të ndante fatin. Nuk njihte as njerëzit që do ta prisnin si nuse, as zërat dhe as syt që do ta vëzhgonin. Përpara saj hapej një botë e panjohur, ku tashmë çdo gjë ishte vendosur për të, por pa të. Ndërsa dita e dasmës afrohej, trazimi brenda Marës bëhej gjithnjë e më i fortë. Syti ishin kthyer në një burim lotësh, as të ku mbështeste kokën njomhet çdo natë nga të qarat që nuk pushonin. Ishte aq e tronditur sa filloi të mos hante më dhe trupi i saj u dobësua dita ditës. Me kalimin e kohës, kjo gjendje vetëm sa rëndohej, si një sëmundje që nuk kishte mjekim. Dhe ja, dita e madhe e dasmës mbërriti. Krushtët e largët kishin ardhur për të marrë nusen. Rruga ishte e gjatë dhe e vështirë, ndaj përgatitjet për nxjerrjen e saj duhej të përshpejtoheshin. Oborri gumzhonte nga zërat e gëzuar, njerëzit qeshnin dhe uronin, ndërsa Mara ishte gjithnjë e më e smur dhe zbrazët. Mes asaj harije të shtirur, vetëm një zemër e lexonte dhimbjen e saj pa fjalë. Nëna. E gjithë familja e vajzës e kuptoi se Mara nuk ishte mirë dhe u përpoq të lutej krushqve që ta shtynte dasmën, derisa ajo të merrte veten. Por përgjigja ishte e prerë, është e papranueshme. Fjala ishte dhënë dhe nuk mund të kthehej pas. Zakoni fliste më shumë se dhimbja dhe asnjë lutje nuk kishte fuqi përballë tij. Që nga ai çast, Mara nuk i përkiste më familjes që e kishte lindur dhe rritur, por asaj ku do të shkonte për të ndërtuar një jetë të re. Ndërsa dita e dasmës afrohej, trazimi brenda Marës bëhej gjithnjë e më i fortë.
Syet ishin kthyer në një burim lotësh, as të ku mbështeste kokën njomhet çdo natë nga të qarat që nuk pushonin. Ishte aq e tronditur sa filloi të mos hante më dhe trupi i saj u dobësua dita ditës. Me kalimin e kohës, kjo gjendje vetëm sa rëndohej, si një sëmundje që nuk kishte mjekim. Dhe ja, dita e madhe e dasmës mbërriti. Krushtët e largët kishin ardhur për të marrë nusen. Rruga ishte e gjatë dhe e vështirë, ndaj përgatitjet për nxjerrjen e saj duhej të përshpejtoheshin. Oborri gumëzhonte nga zërat e gëzuar, njerëzit qeshnin dhe uronin, ndërsa Mara ishte gjithnjë më e smur dhe e zbrazët. Mes asaj harije të shtirur, vetëm një zemër e lexonte dhimbjen e saj pa fjalë. Nëna. E gjithë familja e vajzës e kuptoi se Mara nuk ishte mirë dhe u përpoq të lutej krushtëve që ta shtynte në dasmën, derisa ajo të merrte veten. Por përgjigja ishte e prerë, është e papranueshme. Fjala ishte dhënë dhe nuk mund të kthehej pas. Zakoni fliste më shumë se dhimbja dhe asnjë lutje nuk kishte fuqi përballë tij. Që nga ai çast, Mara nuk i përkiste më familjes që e kishte lindur dhe rritur, por asaj ku do të shkonte për të ndërtuar një jetë të re. Ndërsa dita e dasmës afrohej, trazimi brenda Marës bëhej gjithnjë e më i fortë. Syt ishin kthyer në një burim lotësh, as të ku mbështeste kokën njompe çdo natë nga të qarat që nuk pushonin. Ishte aq e tronditur sa filloi të mos hante më dhe trupi i saj u dobësua dita ditës. I ndodhur përballë një prove të rëndë, baba i Marës duhej të merrte një vendim që do ta ndiqte gjithë jetën. Të shkelte zakonin ishte e pamundur. Ai nuk mund të pranonte turpin që do të binte mbi shtëpinë e tij. Përballë këmbguljes së krushkëve, ai uli kokën dhe tha fjalën që nuk kthehej më pas. Mikut nuk janë dal askush nusen. Dhe kështu, Mara, me duvakun mbi kokë, e hipën mbi kal. Lotët e saj ishin tharë. Dhimbja kishte shterruar në heshtje. Ajo shikonte vetëm përpara, me një vështrim të zbrazët, sikur e dinte se rruga që e priste nuk kishte kthim. Ndërsa karavani dasmorëve ecte përgjatë shpateve të thepisura të maleve, shëndeti Marës po shuhej hap pas hapi. Trupi nuk i bindej më, fryma i bëhej gjithnjëre më e rëndë dhe syti mjegulloheshin si të mbuluar nga një natë e parakoshme. Megjithatë, me forcën e fundit, ajo ju drejtua krushku të parë, duke i kërkuar të ndalnin pak karavanin. Përgjigja ishte se duhej duruar edhe pak, sepse Katundi ishte afër. E vetmja gjë që bëri krushku i parë, i lagu pak ballin me ujin e ftohtë të një burimi aty pranë, si një përpjekje për ta mbajtur gjallë. Por rruga vazhdoi, dhe teksa po kalonin mbi një zallishte të thatë për roj, Mara dha shpirt në heshtje. Pa britëm, pa vaj, si një qiri që shuht pa zhurmë. Që nga ai çast, ajo nuk i përkiste më kësaj bote. Ishte larg maleve, larg zakonit të egër, larg fjalëve që kishin vendosur për fatin e saj. Ndoshta kishte hyrë në një botë tjetër, më të drejtë, më të mëshirshme, atje ku askush nuk martohet me dhimbje dhe askush nuk vdes për të nderuar një zakon. Krushqët e kuptuan dhe heshtën. Askush nuk bërtiti, askush nuk guxoi të fliste. Rruga vazhdoi në një qetësi të frikshme. Një nuse e vdekur mbi kal ecte orë të tëra, e mbajtur drejt vetëm nga zakoni dhe frika për ta thyer atë. Kali çapitej ngadalë, ndërsa mbi shpinën e tij udhëtonte një trup i ftohtë, në nduvak, sikur jeta t'ishte harruar rrugës. Kur u afruan te kulla ku duhej të bëhej dasma e djalit, një grua e moshuar doli e para përpara kalit. Ajo i hodhi syt nuses, e kuptua me njëherë dhe tha fjalën që askush nuk do të kishte dashur të dëgjonte. Ndalni këngët dhe filloni vajin. Dhe në atë çast, dasma u shua. Gëzimi u kthye në mort dhe kënga në vaj. Marën e varrosën pranë kishës, larg shtëpisë ku kishte lindur dhe rritur. Thuhet se atë natë era nuk pushoi së fryri, sikur malet vet po vajtonin. Edhe zalli ku ajo dha shpirt nuk është më i njëjtë. Aty toka mban ende kujtesën e asaj dite të zezë. Vitet rodhen dhe emri i Marës pak nga pak mori trajtën e një legjende. Sot thuhet se në ato anë, kur përmendet kjo ngjarje, burrat ulin syt dhe gratë heshtin, sepse kishte ndodhur ajo që nuk duhet të ndodh kur, një nuse të vdes ditën e dasmës së saj. Dhe që prej asaj kohe, njerëzit thonë me zë të ulët. Ka gjëra që nuk i mban as mali dhe as kanoni.
Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton, Na ishte dikur.